Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 21 muaj burg dhe 5.000 euro gjob Florent Porosticën, një nga të akuzuarit për krijimin dhe menaxhimin e grupit famkeq Alp Kings në Instagram, ku shpërndashin foto dhe video intime të vajzave pa pëlqimin e tyre. Sipas akuzës, Florent Porostina, Edvin Nevzati dhe një person tjetër me inicialet ES akuzohen për kryerjen e veprave penale, vjedhja e identitetit dhe kredencialeve në bashkëkryerje, shantazhi dhe shtrëngimi. Edvin Nevzati, pasi pranoi fajësinë dhe u lirua nga paraburgimi në tetor 2024, është arrestuar në Serbi dhe nuk është paraqitur në seancën gjyqësore të planifikuar në 30 janar, e cila u mbajt dje. Ndërkohë Florent Porostina u shpall fajtor për veprën penale shantazhi dhe vjedhja e identitetit dhe kredencialeve. Gjykata e Prishtinës ka ndarë çështjen për administratorin e grupit Alp Kings Edvin Nevzati, i cili vijon të jetë në Arati në Serbi. Gjykatësi Adnan Kamberi ka deklaruar se do ndërmerren masa për të sjellë Nevzatin para drejtësisë. Seanca e 30 janarit u shtyp për shkak të mungesës së të dyshuarve, ndërsa Nevzati kishte njoftuar avokatin në momentin e fundit se nuk do të paraqitej, duke u konfirmuar më pas se ai ishte strehuar në një fshat në Serbi.